Një mbrëmje ndryshe me smaleve, buzliqenit, traditës dhe sofrës shqiptare. Më 16 gusht, Lida Travel ju fton të bëheni pjesë e një feste të veçantë. Sofra e Malësisë në Gegaj të Shllakut, një udhim ku natyra, mikpritja, muzika dhe shije tradicionale bashkohen në një mbrëmje të paharrueshme. E jani me familjen, miqt dhe njerëzit tuaj të dashur për të përjetuar nga afër bukuritë dhe traditat e Shllakut. Lida Travel ju fton. Ju vetëm bëhuni gati për një tjetër përvojë shqiptare. Për rezervime, kontaktoni në numrin 00355 69 206 57 67. Lida Travel, Pallati me shkallë, ura Dervishbek Shkodër. Për më shumë detaje ndiqni spotin. Sofra e Malësisë vjen në Gegaj të Shllakut. Më 16 gusht, duke filluar nga ora 19, ju ftojmë të bëheni pjesë e një mbrëmje të veçantë në bujtinën Gegaj. Në Gegaj, Shllak, përgjatë rrugës Vau Idejës, Koman, kilometri 17. Muzik live, tradit, mikpritje dhe atmosfera e mrekullueshme e Alpeve do të bashkojnë në vendas e miq në sofrën e Malësisë, me interpretimet e Daniel Kopsaj, Remigjo Ograjës dhe Bruna Satës, tingujt e Çiftelisë dhe Sharkis nga Noel Pietri dhe Gentian Gropa, si dhe shoqërimi muzikor të tastierisit Armando Shabani. Nata premton emocione dhe fest deri vonë. Hyrja është e lirë, ndërsa transporti me varg nga parkingu deri tek bujtina sigurohet nga organizatorët. Për rezervime, telefononi në numrin e celularit 0355 69 643 0887. Ju mirëpresim në sofrën e Malësisë, një festë traditës dhe mikpritjes shqiptare në zemër të Shllakut.